Këtë ejnëte në ora 20:20, Jeta në Kosovë transmeton filmin dokumentar Të pa identifikuarit, i bazuar në ulëmtimin rajonal 2 vjeçar të birnit për masakrat në fshatrat e Pejës gjatë vitit 1999. 16 vjet pasi kryen krimet, filmi identifikon me emra njerëzit që i urdhruan këto vrasje, i fshehën trupat në batajnicë dhe sot jetojnë të qetë në kryeqytetin e Serbisë. Pavarësisht provave që ekzistojnë, ata nuk ndiqen penalisht. Përveç dëshmive shqetësuese që si janë parë kur më parë, dokumentari gjithashtu shfaq pamje dhe dokumente ekskluzive nga lufta. Pas filmit pason debati për krimet e luftës në Kosovë me përfaqësues të EULEX-it e Prokurorisë Speciale të Kosovës, lidhur me atë se çka po bëhet për t'i ndjekë këto krime deri në fund. Ndiqeni Jetën në Kosovë çdo të enjte në ora 20:20 në RTK.